Po, kam emro shumë shpejt me taku. Gjithashtu edhe një sen që vlen mu përmend është që me 31 mars deri me 5 prill ku me thojmë që është një mbrojtësave më të mirë që e ky e ka fatin që ndërsa Gerard Pique është edhe presidenti i klubit ku njëm aktualisht i FC Andorra, është tamam pronari kryesor, edhe shpresoj që së shpejti kam emro me taku edhe ato. Asnjë taku ende me të? Ende jo, për shkak se ai nuk është që orë Manresa ku jam unë ku është akademia e klubit, po kam emro shumë shpejt me taku. Gjithashtu edhe një sen që vlen mu përmend është që me 31 mars deri me 5 prill ku me qenë pjesë e turnamentit më të madh në botë për 3, Mik Football, që mbahet në Costa Brava në Spanjë, ku marrin pjesë plot 240 ekipe që janë top ekipe evropiane edhe botërore, që janë komplet ekipet më të mira të Evropës, akademitë më të mira të Evropës, U18, kam emrau pjesë me marr. Ti shkon me Andorrën? Unë shkoj me FC Andorrën. Me ekipin, me klubin. Unë përfaqësoj klubin tim që jam tash, edhe kena me shku me marr pjesë me FC Andorrën 18 kundër aty në ekipeve. Jeni duke bërë përgatitje? Po jemi duke bërë përgatitje. Çfarë instruksione merrni, domethënë për shembull në një garë të tillë ku do të jeni pjesëmarrës? Çfarë duhet bëni? Më intereson çfarë instruksione jepen nga trajnerat japin instruksione sepse na të gjithë dim se morën pjesë këtë ekipet më të mira të botës. Janë pikë botës. Po është vështirë me qenë i mirë në mesin e të mirëve. Normal që po, duhet me bë sene që ata nuk i bojnë. Edhe na jena ekip shumë e mirë, normal FC Andorra është La Liga 2 merr pjesë, edhe nuk është po ashtu merr pjesë në La Liga me General 18, nuk është që është ekipe e dopt. Për atë arsye përgatitjet po shkojnë shumë mirë. Ushtrojmë, domethënë, finalizime më shumë, mënyra taktika të lojës, se çu kemi me lojë, sistemet e lojës, i provojmë disa sisteme ndryshme të lojës, jo vetëm në një sistem 3-5-2 ose 4-3-3. Ngore se cila po përshtatet më mirë, edhe normal që në lojë sistemet mund me ndru, nuk është që luajmë vetëm në një sistem edhe nëse nuk ketë, atëherë e ndron, kështu që po shkojnë përgatitjet goxha mirë.